policin që të mos zbaton të urdhrat e prokurisë. I bëj thirrje policisë të mos zbatoj urdhrat për ndalimin e drejtuesve të Gardës Republikës, të cilët me urdhër të Sali Berishës kishin qelluar mbi popullin opozitar, mbi protestuesit dhe kishin lënë të vdekur 4 bij nënash heroj sot të demokracisë së këtij vendi. E prandaj duhet flisni bazuar në fakte që kanë ndodhur, dhe e vërteta është dhe që duhet ta themi, duhet vinte qershori vitit 2013 kur shqiptarët i besonin Partisë Socialiste e qeverisjen e vendit, dhe në 22 korrik të vitit 2016 ju, edhe pse u zotuat me shumë pompozitet se nuk do të vinit kur të votonit, 120 deputet në këtë sallë, e them për deputet të rinj që janë këtu, edhe nga Partia Socialiste edhe nga Partia Demokratike, kanë votuar këtë kushtetut që kemi sot, mbi bazën e së cilës është ngritur e gjithë struktura re e drejtësisë re, e cila ju keni qenë institucioni pavarur, aso kohë nuk keni drejt flisni për atë kohë, ruani etikën profesionale për kohën që flasim, dhe prandaj gjithmonë kujtojeni një shprehje që na e thot populli, zonja Josefin, më mirë djepi bosh se sa shejtani brenda. Dhe e vërteta është që shejtanët në sistemin e drejtësisë duheshin larguar, një numër i madh i konsiderueshëm, pothuajse më shumë se gjysma e tyre janë larguar. Nuk ka një shkop magjik që ti të prodhosh me njerë brenda i viti 400 magjistrat. Nuk i prodhon dot. Nuk e ka dot brezi se dëgjova, ju them të drejtën, kisha një debat me një antarin e partisë tuaj që tani është edhe europarlamentar, që erdhi në Komitetin Parlamentar të Stabilizimit dhe Asociimit dhe na kërkoi një universitet në gjuhën e bukur greke. Edhe na kërkoi që të kemi një universitet. Po mjafton të bësh një studim të vogël demografik, nisur dhe nga të dhënat e fundit të censusit, do duhet që gjithë ata që mbarojnë shkollën e mesme të minoritetit të nderuar grek që jeton në Shqipëri të fusim në universitet. Se bëjmë dot. Nuk e bëjmë dot. Jo se nuk duam. Ndërkohë që e vërteta është krejt ndryshe, edhe në këtë çështje kemi shumë për diskutuar, por kur të kemi kohë, do të themi ç'kemi bërë për ta bërë këtë gjë. Po kur shtyhesh nga mania për të kritikuar çdo gjë, ja futet në erë kot, sikurse sapo dëgjuam para pak. Dhe për të shkuar tek çështja për cilën jemi mbledhur për të diskutojmë, unë vlerësoj që KLP-ja dhe KLG-ja mbi ato që u than këtu, duhet të fokusohen tek rekomandimet e Kuvendit të Shqipërisë, tek rezolutat e Kuvendit të Shqipërisë. Ndonjëherë konstatoj me keqardhje që na përsëriten vit pas viti të njëjtat çështje të cilat nuk janë adresuar. Mos harroni asnjëherë që detyrat që le Kuvendi, zonja dhe zotrinj, antar të Këshillit Lart Gjerësor apo ju të Këshillit Lart Prokurisë, detyrat që ve Kuvendi është autoriteti më i lartë në këtë vend, dhe kur vjet për të raportuar duhet thoni edhe pse nuk janë adresuar çështjet që Kuvendi ju le si detyra. Se edhe për të sqaruar se ndoshta nuk e din, nuk i zgjidhim ne as kryetarin e gjykatës, as kryetarin e prokurisë rrethit. Se mos ndoshta nuk e dini, ka i koha kur padyshim që po. Po ishte një shqetësim që pse s'keni zgjedhur kryetarët e gjykatave dhe pse s'keni zgjedhur kryetarët. Nuk i zgjidhim ne. Ka qenë dikur këtu, të lutem Luan, ka qenë dikur këtu që vinte dekreti për, se diti Luan, se ka ardhur i ri këtu, po vinte dikur këtu dekreti nga presidenti i Republikës për një antar gjykatës lartë, edhe pse kishte një afat jo më shumë se 8 javë, hyte dekreti i kesirtari nuk dilte më fare. Madje mund të pyesni zotin Blushi se kur erdhi
kryetari tjetër i parlamentit në 2013 gjeti ca dekrete që s'ishin votuar në sirtarin e kryetarit kuvendit. Prandaj, ajo kemi rënë gjithë dakord në 22 korrik të 2016-ës që politika nuk do të emërojë më gjyqtar, që politika nuk do të emërojë më prokuror. Dhe kjo është e vërteta dhe ky është fakti. Dhe kur ju dëgjoj që theni dhe thoni se ju jeni domethënë Flamur, ta kam thënë 1000 herë, po ta them edhe sot. Lumë ne që ju kemi keqardhje për Shqipërinë që ju ka. Se për ne ju të rroni kështu 100 vjet, se mirë na bëhet, por po them për gjithë, unë po flas komplet gjë tjetër. Unë flas që drejtësia në këtë vend kemi rënë dakord dhe ne kemi pranuar që duhet e pavarur. Dhe është e pavarur sepse koha kur emëroshin gjyqtar dhe prokuror nga politika, mblidheshim këtu për ata që se din, deri në 2015-16, vinte një dekret nga presidenti i Republikës, loboi këtu në këtë sallën këtu, do votojmë këtë, do votojmë atë, dhe thuaj ti pastaj që ky gjyqtar i gjykatës lartë ishte i pavarur. Si ti ishte i pavarur ky kur ai vinte 3 ditë rreth parlamentit dhe kërkonte, lobonte ke deputetët, do më japsh votën ti, do më japsh votën ti. Kjo ishte drejtësia pra që kishim. Edhe si mund prisje ti që ai gjyqtari pastaj të bënde drejtësi kundër një politikani apo ai prokurori që edhe pse nuk zgjidhej nga parlamenti, në një farë mënyre dekretohej nga presidenti i Republikës dhe emërohej nga KLD-ja. Se u dëgjova që ku është KLD-ja, po KLD-ja është ndarë në 2 pjesë, në KLG dhe në KLP, prapë e njëjta në kuptimin e natyrës funksionale. Dhe e fundit që u a thash edhe herën e kaluar, po dua t'u përsëris. Drejtësia nuk është e mirë kur godet në fushën e kundërshtarit dhe duhet përshëndetur dhe pastaj edhe të shohim kur do shkojë ky, kur do shkojë ai, dhe drejtësia është e keqe kur godet në fushën tënde, pra në partinë tënde. Dhe këtu pastaj është dallimi që e bëjnë qytetarët. Nuk keni për dëgjuar, as keni dëgjuar, as nuk do dëgjoni ndonjëherë që nga ky kraj sallës të hymë në çështjet meritës të drejtësisë për çështjet caktuara të prokurisë, dhe asnjëherë nuk do dëgjoni që do të çohet njëri këtu dhe të bëjë avokatin për një çështje natyrshëm, edhe kur ka të drejtë, me delikatesën për të mos prekur as pak elementet e pavarësisë së prokurisë apo pavarësisë së gjykatave. Ky është edhe sepse i pashkruar në atë librin ton të rregullave të brendshme, është një çështje që ka zënë vend në sjelljen tonë politike. Ndërkohë që ajo që vihet me keqardhje edhe në këtë raportim vjetor, edhe vjetën e kaluar, edhe para një viti, ju keni të njëjtën sjellje, e njëjta sjellje. Edhe kur ishin këto, edhe kur ishte kjo drejtësia që flasim sot. Pra drejtësia është e keqe përse ka një çështje në ngarkim të kryetarit tuaj, apo të dikujt tjetër, apo i dikujt tjetër. Drejtësia është drejtësia. E kemi pranuar kështu, duhet ta pranojmë. Edhe kur ishte drejtësia vjetër, mbani ç'bënit se u a them shpesh se ajo ishte epokale. Nuk është ja, zoti Mziu kishte një çështje me drejtësinë, nëse e mbani mend, edhe shkonte gjithë partia tek aty ku ishte zoti Mziu. Ç'lidhje ka kjo? Ndërkohë që ajo drejtësia për cilën flas ishte komplet e emëruar nga ju në atë kohë, nuk ishte e emëruar nga ne. Prandaj çka ke zoti Kliçi? Ashtë. E fundit që kam se të pash në një fotografi zoti Kliçi që ishte bashkë me dikë tjetër. Ore, pse mbani fshehur këtë kandidatin? Pse takoni natën me këtë kandidatën e bashkisë? Takoni më ditën, ju vjen kandidati natën ke partia se ka frikë të shfaqet kandidati me ju. Takojeni më kandidatin, dilni bashkë me kandidatin, që është kjo punë, ka frikë kandidati, kujton kandidati se është në një rol të Portokallis, edhe i kanë thënë mos dil me regjizorin. Po pse, si kujtoni ju? Ka në i buf në Tiranë që nuk e di që regjizori kandidatit është Saliu. Së nuk e dini ju që ato që thot Flori i Portokallis ja thot Saliu në darkët. Po mirë, ka që turp
kaq turp ju ka zënë që ju thot kandidati aman nuk du të dalë me ju se nuk voton njeri? Po si ka mundësi, si ka mundësi të përfundoj Partia Demokratike në pikën që kandidati i Partisë Demokratike për zgjedhjet Bashkia Tiranë ka turp dalë me udhëheqësat e partisë. Se me Saliun e dim që s'del, Saliun takohet natën. Zgjidhe këtë punë Belin tash se i ka dhënë drejtim ca punëve këtu, po dilni me kandidatin tash se na turprut. Hajde. Kanë kërkuar fjalën, zoti Noka, ju lutem një moment se janë shumë emra që kanë kërkuar fjalën. Po 1 minutë me radhë, zoti Kliçi, tani a doni që të respektoj radhën? Po. Atëherë, zoti Tritan Shehu, keni kërkuar fjalën për replika apo procedurë? Atëherë, zoti Noka, keni fjalën për replikë. Tani, me që po i nis nga fundi, kandidati që mbështesim ne, është një figurë kompletuar, një intelektual i këtij qyteti, dhe nuk është hajdute si kandidati juaj. Po ju, nga që jeni nga të gjithë hajdut dhe të zhytur në batak, ju nuk keni ku gjeni emër tjetër dhe prap një hajdut e keni quar. Ajo hajdutja juaj i ka dosjet mal atje në teskapi i partisë tuaj. Mal. Dhe kjo është shëmbëltyra juaj. Pra, për sa i përket drejtësisë, motra e Belindës ka prodhuar këto drejtësinë tënde. Ka prodhuar edhe Genta Bungo e Fatmirit. Ka prodhuar edhe ky, si e ka emrin ky. Orsi Komiqi që keni bërë deputet. Çfarë janë këto? Nuk janë partia këto? Pra, keni vënë ju familjarët tuaj që të përcaktojnë gjithë drejtësinë dhe ku jeni sot? Ndjej dhimbje unë për vrasjen e të ndjerit Astrid Kalaja. Ai i ndjeri, mori gjithë mlefin e sistemit që keni ngrit ju. Sistemit, sepse ju sot s'ka qenë kur drejtësia ndonjëherë, që 20 vjet duhet që të nisi çështje të marrë përgjigje, maksimumi 3 vjet. Nuk ka qenë kur drejtësia në këtë drejgje, që për një vendim gjykatet duhen 1200 ditë që të zbardhet. A ka qenë ndonjëherë? Jo kur. Ja pra ku e ka të ndisët. Edhe politizuat dhe e asgjësuat. Po, ju këtë keni desh, këtë drejtësi, por shqiptarët nuk kanë dash të drejtësi. Ndaj sot, mlefi ndaj sistemit është e morim qafë të ndjerin Kalaja. Së është mlef ndaj jushtë ndaj sistemit që keni ngrit ju. Bëni vjersha sa doni, tek shqiptarët perceptimi është tjetër. Sepse drejtësi me Irena Gjokën, drejtësi me Irena Gjokën të dënuar në Greqi, të dënuar dhe e mbani ju. A nuk është drejtësi politike? E mbani sepse pi me familjarët e kryeministit ai, pra na e mbani ju, se u bindet partisë. Kjo është e gjitha, kjo është drejtësia e juaj, drejtësia që ka fytyrën e Irenës. Pse pra ku që ka Fjalën e ka zoti Kliçi. Zoti Kliçi, për çfarë keni kërkuar fjalën? Për replik. Po. Atëherë, duke qenë se u përmend një foto, të ftoj zoti Balla ta bësh publike foto, nuk e di se ku më pas ke parë. Dhe për çfarë foto flitet, po të garantoj që ai sondazhi që ka dalë para 2 ditësh për Tiranën, me sa duket i pas ka dhënë efektet që u bë temë diskutimi, kandidati i shkëlqyer, cilin ka vendosur të mbështesë gjithë opozita e bashkuar, Florian Binajn, që jam i bindur që deri ditën kur do të vendosni a do të ketë votime, a do të ketë zgjedhje apo jo në Tiranë, se e keni të lidhur në mënyrë të pashmangshme fatin e zgjedhjeve me ditën e nesërme në vendimin e gjykatës kushtetuese. Jam i bindur që dhe një pjesë e mirë e grupit Partisë Socialiste do votojnë për Florian Binajn. Për shkak të asaj që ju bë dhe zoti Braçe kam përshtypjen ti do jesh nga ata votuesit e heshtur, se je edhe një njeri që të shqetësojnë problemet e Tiranës, edhe të shoh që bën opozitë në Tiranë, pas asaj
pas asaj tragjedie dhe katrahure në cilën e la Tiranën banori më i fundit i burgut Durrësit, i cili, me që u përmend këtu shantazhi ndaj organeve drejtësisë, i cili ndërkohë që qëndronte brenda në ambientet e GKK-s, me urdhër të tij dhe të kryeministrit, u rrethua si asnjëherë më parë në datë 12 shkurt të këtij viti, ambientet e gjykatës speciale, u kërcënuan prokurorët nga punonjësit e Bashkisë Tiranë, i kërkojnë ndihmë Prokuroria e Posaçme dhe Gjykata e Posaçme, Gardës së Republikës dhe Policisë Shtetit dhe nuk morën asnjëherë përgjigje, dhe ju që flisni për intimidimin e organeve drejtësisë, keni dhënë shembullin tuaj vetëm në datë 12 shkurt të viti, në një ngjarje të paprecedent, po e them edhe një herë, kërcënimi dhe shantazhi. Pastaj, sa për reformën drejtësi, simboli juaj i reformës është Irena Gjoka Shpata Maneku, një delinkuente e dënuar në Greqi, e di i madh dhe i vogël këtë histori, por pas disa... Po, faleminderit. Faleminderit, po. Xhelal Mziu ka kërkuar fjalën për Zoti Mziu për replik. Edhe zonja Topalli ka përmend emrin. Po i kam emrat tu me radhë. I kam. Nuk e kuptoj zotin Balla se si merret me një rast, në fakt është rasti më i mirë për treguar që ajo ishte një gjyq politik, çështja ime, sepse mori pafajësinë në të gjitha shkallët e sistemit të drejtësisë. Por ajo se çfarë është për të theksuar dhe që duhet ta di mirë mazhoranca është rasti i Lalierit, kur gjithë administrata shtetërore dhe ajo vendore kërcënuan prokurorinë e krimeve të rënda ose spakun dhe madje duke vepruar dhe ndaj mjeteve të tyre. Është skandaloze kur zoti Balla bëhet palë me një grup kriminal ndaj një grupi tjetër kriminal. Është skandaloze kur kryeministri i Shqipërisë intimidon çdo gjyqtar dhe prokuror kur nuk del jashtë orekseve të kryeministrit. Kjo është ndërhyrje e mazhorancës ndaj sistemit të drejtësisë dhe nuk është opozita ajo që intimidon apo që përdor autoritetin e saj në dëm të sistemit të drejtësisë. Zoti Balla, keni fjalën për replik? Procedurë. Ore, ju lutem me radhë, një minutë se i kam gjithë emrat këtu, kështu që mos u shqetëso. Si që e kam dhënë fjalën, do ta merrni gjithë me radhë. Zonja kryetare e Kuvendit